Parimi I parë është se studentëve do të mundësohet plotësisht që provimin e jurisprudencës ta japin gjuhë shqipe, pra pikërisht për këtë që po e bëjmë betejën. Parimi I dytë është që të ketë zgjidhje të përhershme, zgjidhje ligjore të qëndrueshme që mos varet nga vullneti I një individi, siç kemi rastin e ministrit aktual të drejtësisë Fillkov, I cili për poena politike po përdor çështjet etnike, po e kemi rastin e vetë ministrave paraprak të BDI-s që nuk patën asnjëri vullnet që me një akt normativ ta bëjmë provimin e jurisprudencës gjuhë shqipe. Parimi I tretë është që edhe shumë I rëndësishëm natyrisht nga përvojat e hidhura që kemi nga gjykata kushtetuese që kjo zgjidhje edhe të mbrohet juridikisht, të mbrohet nga gjykata kushtetuese dhe gjykatësit normalisht që I ka vendosur BDI-a në gjykatën kushtetuese dhe mos kemi asnjëherë problem siç kemi patur me zgjidhje gjysmake që do të flasim natyrisht edhe në vijim.